Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuqi zhvilloi ceremoninë e arritjeve 2025, një aktivitet vlerësues kushtuar studentëve që janë shquar gjatë vitit akademik për përkushtimin, angazhimin dhe përfaqësimin dinjitos të institucionit. Në këtë ceremoni u nderuan mbi 200 studentë, të cilët u vlerësuan me certifikata mirënjohjeje në disa kategori kryesore që përfshin kontribute akademike dhe kërkimore, angazhim në aktivitetet e universitetit, pjesëmarrje dhe suksese në konkurse e gara e të tjerë. Gjithmonë që në momentin që unë kam hedhur mandatin për të bërë pjesë e këtij këshilli, kam thënë ose kam pas refrenin që fjala e studentit do dëgjohet. Është një nder i veçantë për ne që të jemi studentat të cilët neve kemi arritur këto rezultate. Fjalën përshëndetse për të pranishmit e mbajti rektori i Universitetit të Shkodrës, Tonin Xhuraj, i cili vlerësoi angazhimin e studentëve. Arritjet janë të përbashkëta dhe ndërveprimi pedagog-student apo student-pedagog është garanci për sukses. Së dyti, besoj që është një risi dhe kjo fal idesë dhe realizimit të drejtorisë marrëdhënie me publikun dhe studentët, drejtori e cila është e re në fakt, pjesë tashmë e strukturës tonë. Ceremonia e arritjeve synon të shërbejë si një shtysë motivuese për studentët duke promovuar ekselencën, pjesëmarrjen aktive dhe përfaqësimin dinjitos të universitetit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.